Çdo qytet që ka mbi 100.000 banor do të ketë një varrez private me sipërfaqe mbi 10 hektar. Ky është korrektimi i ri që Komisioni Parlamentar i Veprimtarisë Prodhuese miratoi mbledhjen e sotme, por rregullat për ngritjen e këtyre varrezave pritet të përcaktohen nga vendimi i Këshillit të Ministrave, duke marrë parasysh këto dy kritere numerike. Këto ndryshime që u votuan vetëm me votat e mazhorancës u bën për të frenuar ndërtimin e varrezave të shumta me sipërfaqe të vogla në qytetet e mëdha si Tirana dhe Durrësi. Për të shmangur ngritjen e varrezave të shumta në numër rreth zonave të banuara, u propozuan disa elemente. Kriteri i 10 hektarëve u vendos duke parë popullsinë sipërfaqe. Sa kaq ky komision në rendite ka pasur edhe një dëgjes me shoqatën e arkitektëve për projektligjin për planifikimin e territorit. Arkitektët konstatuan mjaft mangësi në këtë draft që nga definimi jo i saktë i hapësirave publike, mungesa e mekanizmave të kontrollit e deri te planet e detajuar vendor. Duke mos e përmendur as si term hapësirën publike, unë shikoj një nga mangësitë kryesore të këtij ligji. Në ligj nuk dallojmë të qartë mekanizmat e kontrollit. Plani i detajuar vendor është elementi më vulnerabël i këtij ligji për arsye pikërisht të përballjes së këtij me grupet e interesit, duke filluar që nga përfituesit e banorët e qytetit, projektuesit që paguhen për të bërë këtë gjë, dhe sa ju dëgjohet llafi pasaj të gjithë këtyre grupeve të parë nga vendimarrja. Sa kaq për këtë projekt ligj me rëndësi, pritet të ketë dëgjesa deri të martën tjetër nga grupet e interesit dhe palët e interesuara.